Ju e dini shumë mirë që në mëcën e informacion gjithmonë letërsia, librat, botimet e reja kanë një peshë të rëndësishme, sepse ne na pëlqejnë që ti ndihmojmë lexuesit të updatohen me titujt më të rinj që dalin në treg. Unë kam kënaqësi shumë që në studio të kem nga shtëpia botuese Dudaj, botuesen Arlinda Dudaj. Faleminderit që vjen këtu me një libër që jam e sigurt të gjithë lexuesit besnik të Dan Brown mezi e kanë pritur një botim të fundit pas sa vitesh vjen? Pas 8 vitesh, Etelina. Pas 8 vitesh. Sepse Dan Brown vërtet ka sjell libra për lexuesit, por duke qenë se librat e tij janë kërkojnë atë kohën e vetë për të bërë kërkimet. Natyrisht për kërkimet janë ekipet të mëdha që punojnë, sepse ai përgjithsisht dihet që lidh shkencën të vërtetat, shumë artefakte që janë të vërteta dhe janë dhe sidomos dukuri apo pjesë të historisë që kanë janë të vërteta, ai ndërthur dhe i sjell përmes letërsisë në një mënyrë që jo pak njerëz mbeten të mahnitur, edhe pastaj kthehen në besnik të përjetshëm të tij. Në fakt, mjafton të kujtojmë këtu që 8 vjet përpara, romani i fundit ishte Origjina, që besoj se ti e ke lexuar. Të gjithë të Dan Brownit e kam lexuar. Dhe solli për herë të parë, le të them për herë të parë në roman, përmes një romani, inteligjencën artificiale, po jo si ajo mendohej që do ishte, po siç është sot. Si ka mundësi? Kjo është një pyetje që unë e kam gjithmonë dhe them që me sa duket ka disa informacione të cilat qarkullojnë përpara se ne njerëz të thjesht ti marrim ashtu të vërteta. Dhe në fakt, duke e pabesueshme, duke si roman distopik, po ja që nuk ishte. Edhe këtu jemi tek Sekreti i fundit, më fal që të ndërpres, paktën nga sari unë të kuptoj nga kopertina që e kemi dhe në ekran, është ora astronomike e Pragës. Mos më thuaj që Robert Langoni është përsëri në Prag edhe aty zhvillojnë ngjarjet? Po. Edhe siç e dim, dhe kjo është një dukuri, le të them ose një tipar i romaneve të Dan Brownit që gjithmonë zgjedh një qytet apo disa qytete ku rrugton e gjithë kjo historia, i gjithë ky vrap i Langdonit, i cili domethënë gjithmonë ka diçka, domethënë ka njerëz që e ndjekin nga pas, se e luan shumë bukur me suspansin dhe mënyrën se si ai e bën ose e organizon tramën apo le të themi historinë, por sigurisht brenda janë të gjitha detajet, pra ose të vërtetat që i përkasin shkencës, mënyrë teknologjisë, mënyrës se si informacioneve të ndryshme ose mënyrës se si këto shtylla, le të themi, janë vendosin në fakt vendosin tek romani dhe pastaj aty brenda e fut dhe letërsinë, ndërthur letërsinë. Një nga le të themi Dan Browni dhe e thot përgjithsisht edhe në intervista të ndryshme thot që qëllimi im është që të argëtoj lexuesin. Pra, jo thjesht t'ja jap këto gjëra, pra t'i jap artefakte, t'i jap për shembull, po jep shumë informacion të vërtetë ai. E bën në fakt edhe qytetin e bën të menjëherë të vizitueshëm, si ti bësh kurioz, siç ka ndodhur për shembull Roma, Firenze, Venecia, Madridi, Bilbao, Barcelona. Ka qytete pafund që ai shëtit përveç se Amerikës, natyrisht dhe në Amerikë, sepse profesor Langdoni është një simbologjist i Harvardit, quhet, është një profesor që punon në Harvard, dhe ka një informacion të jashtëzakonshëm për të dekodifikuar, për të çkodifikuar kodet e ndryshme, të cilat aty pastaj ai ndërthur thrillerin. Edhe këtu në këtë rast në fakt në këtë rast është marrë me vetit paranormale, për vetit paranormale të cilat njihen, po shkenca nuk i ka le të themi nuk i ka bërë ose nuk ka bërë të ditura 100%, gjithmonë i mban aty si të heri fsheher i publikon. Gjithë këto gjëra të cilat kanë të bëjnë edhe me natyrisht që pastaj aty ndërthuren edhe sepse të kesh në dorë trurin e njeriu, të dish se si funksionon truri, çfarë është vdekja, sepse edhe këtu her pas here njerëzit këtu kalojnë dhe çfarë ka për te i saj. Është një libër në fakt që ka shumë mister. Unë në fakt nuk dua të ta heq kuriozitetin, do të nxjerrim vetëm pak gjëra, disa për shembull. Domethënë, të paktën edhe pjesa për shembull kur atyre çipave që vendosen që ndihmojnë, po themi edhe për të shëruar sëmundje të ndryshme si epilepsia apo gjëra të kësaj natyre, dikush tjetër mund të ketë interesin që t'i përdorin në mënyrë tjetër. Edhe për shembull, edhe kur flasim për shembull për bombën bërthamore. Ai ishte një bomba bërthamore në fakt erdhi si një pasojë e keqe e një zbulimi të madh. Po.
Kështu që u përdor keq. edhe këtu luan shumë me këtë, Robert Langdoni luan shumë me këtë lloj. Jam shumë kurioze të di, Arlinda, përse në disa prej romaneve kryesore, ai ka të gjithë shumë të mirë dhe të gjithë bestseller, duhet themi, në të gjithë botën, po pse profesor Langdoni është një personazh i vërtet, i mishëruar pastaj dhe i veshur me këtë petkun e letërsisë, apo mos ndoshta vetë autori ka disa tipare të këtij profesorit? Me sa duket po, ka disa tipare, domethënë është pak figurë jo autobiografike, sepse natyrisht, por që ai mendoj që ai është një alter ego e vetë Dan Browni, sepse ai e thotë që her pas here, unë që në fëmijërinë time, babai dhe ai e falendron gjithmonë babain, na bënte që të bënim këto lërat për zgjidhjen e misterit dhe ai le themi e gjen veten të pasqyruar të Langdoni në shumë raste. Dhe pastaj janë këto gratë interesant, dhe këtu është në fakt një tjetër profesore, në fakt Robert Langdoni është çift me Katrin Salomonin, e cila kthehet. Dhe Katrin Salomoni në fakt ka shkruar një libër, ka bërë një studim për të cilin shumë forca të dukshme dhe të padukshme janë në kërkim të këtij libri, në këtij libri që do të botohet së shpejti, por që nuk duhet botohet, por do të kalojë në sa duar të tjera përpara se të botohet, sepse ka shumë të fshehta, ka pikërisht këtë sekretin, kështu quhet libri, Sekreti i fundit, libri që ka shkruar Katrin Salomoni. Dhe të dy gjendën së bashku në Prag, janë në një, madje në këtë rast është Langdoni që ka ardhur bashkë me të dashurën e vet me Katrin, për ta shoqëruar atë, dhe gjendet befas në ajo befas zhduket, duket sikur ka ndodhur diçka, dhe ai vjet në kërkim të Katrin Salomoni. Dhe pastaj hapet historia, natyrisht, dhe në ky vrap i madh në Prag. Të gjitha ngjarjet në Prag zhvillohen? Të gjitha ngjarjet zhvillohen në Prag dhe zhvillohen vetëm në 2 ditë, në 48 orë, po. Sepse natyrisht ka shumë kthime pas, ka shumë momente, por që është vërtet është një udhim edhe anksjellës, sepse ka normal që është suspansa ose le themi mbajtja pezull që Dan Browni e ka shumë të dukshme në librat e tij. Domethënë e ka shumë qëllim që vetë lexuesit të udhëtojë së bashku me Robert Langdoni. Dhe të mos e lëshoj nga dora në pritje të Sekretit të fundit, që është në fakt është ky libri. Kaq po them sepse s'duhet me Jo, mos zbulo më shumë, po Sekreti i fundit, mos ndoshta duhet kuptojmë që nuk do të ketë një libër tjetër pas këtij apo Jo, domosdoshmërisht. Sekreti i fundit në një grumbull sekretesh. Okej. Pastaj ka të kësaj fushe që më nuk e di, mbase po jo, nuk mendoj që do të jetë e hapur sepse gjithmonë ka diçka. Por të cilën ndoshta do në duhet të presim edhe 8 vjet, nuk e di. Jam e sigurt, besoj që vendos kontakte vetë Arlinda me autorët. Po, neve kemi... Po, unë kam takuar shumë herë. I ke thënë që është i lexuar, i pëlqyer në Shqipëri? Patjetër, dhe madje ai ka shprehur edhe dëshirën, po natyrisht duke qenë një shkrimtar kaq i madh, shikoj çfarë ndodh Edelina, në fakt të gjithë botuesit e tij, dhe janë botues besnik, domethënë botues të cilët e kanë pasur që nga fillimi, që në kryet herës, i pari është Kodi Da Vinci, unë jam botuar të gjithë librat. E ky është i gjashti me Robert Langdoni, pa i ka dhe libra të tjerë të cilët janë po aq të bukur në fakt, thriller fantastik, si për shembull Mashtrimi i Madh ose Diabolus, për shembull, që nuk është Robert Langdoni, po që janë. Dhe pastaj shkruhet i Kodin e Da Vinci, dhe aty pastaj u hap rruga, dhe në gjithë këto vite, me thënë të vërtetën, është Dan Browni është një shumë i thjeshtë, por natyrisht që e kërkojnë të gjithë. Edhe ka shprehur dëshirën. E ka menduar ndonjëherë një vizitë në Shqipëri? Një vizitë në Shqipëri, po ka për të ndodhur, besoj, që ka për të ndodhur, sepse nuk mund të them dot se kur, po që po, pse jo, domethënë ai ka shkuar në Itali, domethënë ka bërë këtë xhiron e Europës, edhe në momentin që vjen s'ka pse mos vjen në Shqipëri. Është mbetet një ëndër e bukur në fakt se ai ka lexuar shumë besnik. Dhe të them dhe një gjë, sepse libri në fakt duhet e mbajtën shumë sekret. Kishte një sekret të madh këtë manuskriptin. Dhe neve na e kanë dhënë passwordin për hapjen 2 javë para se të dilte. Po pse? Sepse kanë shumë merak që libri mund të, duhet që ka pikërisht këtë që libri të mos dalë në piraterinë. E japin në anglisht dhe madje me sa kam kuptuar këtë vit, ishte akoma më embargo, për shkak se librin e morën dhe pra edhe ata që duhet ta përkthenin, morën përkthyesit
italian, francez, e morë dhe i futën në një vend kështu si në... U bëjnë qikë sekret. Si embargo, në një sekret. Në mënyrë që të mos kishin mundësi që të... Edhe këtu në fakt, luhet shumë bukur me këtë embargo që i bëhet librit me pasportet, me këto gjërat. Që është interesant, sepse ky libri Sekreti i fundit që është brenda sekretit. Ka anagrama edhe ky libër? Pa tjetër, ka disa anagrama, ka më shumë se anagramat, le themi ka disa fjalë që vinë nga e shkuara, këtu brenda është shumë gotik, ka ndjehet shumë gotizmi i Pragës. Ashtu si që është në fakt qyteti. Dhe me thënë, ndjehet gotizmi edhe në mënyrën e trajtimit të personazheve, dhe personazhet vetë janë gotik, edhe është një libër që ja vlen, sidomos tani që njerëzit janë edhe pak më të ngjeshëm, është ideal. Është libri që po lexojnë të gjithë, me thënë vërtetën, të gjithë, dhe me thënë kush ka ardhur dhe është një libër që vërtet ka ecur shumë. Edhe të gjithë e kanë marrë me vete dhe ka njerëz për shkak që më thonë, ja dhe pak edhe 50 faqe më kanë ngelur, po unë s'dua të mbaroj, për shembull, sepse lexohet me një frym dhe ka këto kapitull që ecin shumë shpejt, edhe pse libri ka shumë faqe, domethënë siç e shikon libri ka shumë faqe. Edhe pse i ka përgjithsisht voluminoz, i ka po... I ka voluminoz, kjo është veçanërisht voluminoz, do me thënë është 700... E pas ka kaluar. Po, 770 faqe. Kështu që është goxha e ka kaluar, po, është më i madhi, do thosha. Ndërkohë ke një libër tjetër, që në fakt është ndër shumë botime të tjera. Ndër shumë botime të tjera që ka, unë mendova thash që do kishim kohë, mendova që do kishim më pak kohë dhe do e përshëndroshim, por megjithatë kemi dhe libra të tjerë që kemi sjell, por libri tjetër të cilin kam prezantuar, është shumë i ri në fakt, është Jeta intime e Nikola Manitit. Nikola Maniti është shkrimtar që nuk vjen për herë të parë në Shqip. Është një nga shkrimtarët më të mirë të letërsisë italiane bashkohore. Pra, në aspektin e të shkruarit, është vërtet është një gjeni. Edhe këtu është Jeta intime. Po, do me thënë, historia është historia e gruas së kryeministrit Italisë. Është fiction, është e gjitha. Edhe madje kur ndoli këtu në Itali atëherë para një 3 vjetësh. Pati aludime. Pati aludime jo është gruaja kontes, është sepse ngacmon, është i poshtër, kështu ngacmon her pas here edhe me detaje të cilat duket sikur her pas here i përngjajnë një gruaje kryeministri, por në fakt historia është ka një hile të fundit, dhe jo hile, po një gjë që historia në fund fare ndryshon komplet nga ajo çka presin. Është gruaja kryeministri, e cila është një grua e bukur, me një jetë me shumë fatkeqësi në jetën e vet, edhe që ka kaluar në fakt një kalvar shumë të vështirë në rininë e vet, edhe në një moment caktuar i vjen një video në celular, një video ku është ajo vet duke bërë dashuri me të dashurinë e vet të dikurshëm, dhe në këtë moment jeta e saj përmbyset, në fakt ka një jetë krejt tjetër tashmë. Edhe pse ishte modele, ka shumë detaje të bukura në raport me figurën e kësaj gruaje, ka dhe një autoironi, sepse duket shpeshherë sikur kjo është thjesht një njeri i bukur, një gruaja më e bukur në botë, siç thon, thjesht në funksion të kryeministrit dhe që s'ka një jetë vetën dhe që është pak të rëfylle, të afe, thot para her pas here, domethënë këtë gjë, çka nuk është as pak e vërtet, po dhe autori futet edhe nëpër botën e brendshme të kësaj njeriu që është qenie njerëzore në fund të ditës, dhe mbas si ndodh pikërisht kjo ardhja e kësaj gjëje, është një vrapim tjetër në atë se çfarë do ndodh me jetën e kësaj. Pra, se në momentin që do të ndodh kjo, i bie që do të ketë një skandal, që jeta e saj do të përmbyset, por diçka ndodh dhe nuk duhet ta themi. Duhet lexuar patjetër. Duhet lexuar. Është një roman që lexohet gjithashtu shumë shpejt, sepse stili është i tillë që është shumë tërheqës të kap nga fillimi. Arlinda, ke shumë vite që je investuar në letërsi, boton tituj shumë të mirë, autor shumë të mirë, të cilët kanë, domethënë, edhe pse janë botuar para 10 vjetësh, kërkohen përsëri të paktën edhe sidomos në panairin e librit në festën e nëntorit. Në kaq shumë vite, si ka ndryshuar qasja e lexuesve drejt librave? Pra, ka ndryshuar, kërkojnë letërsi historike, kërkojnë thriller, kërkojnë letërsi bashkohore, klasike. Ka një lloj ndryshimi të orientimit të lexuesve, apo besnikët e letërsisë bashkohore mbeten aty, të Dan Brownit mbeten aty, nuk e di sa po arrin të më kuptosh. Jo, të kuptoj shumë mirë. Shiko, unë jam vetë, po besoj te ti, jam vetë që unë eksploroj, nuk është të thënë që lexoj. Do me thënë, natyrisht që pëlqen letërsia e mirë, letërsia cilësore, që ka të lëmë një mendim nga pas,
që ti futesh, zhytesh edhe nuk mjafton, pasi më ke mbaruar librin, nuk mjafton ta lësh librin dhe ta harosh. Nuk e haron, ka. I kthesh. I kthe. Jo, i kthem edhe me mendje, le themi, jo për ta lexuar me do e mos, po i kthem dhe me mendje sepse kanë këtë magji librat e mirë, domethënë duke filluar që nga klasikët, po dhe letërsia bashkohore, ajo letërsia që mua më pëlqen dhe letërsi e pak, le themi, pak më cerebrale, pak më e që kërkon më shumë kohë dhe vëmendje, që ka psikologji, që ka histori, që ka filozofi, domethënë. Por që natyrisht më pëlqen që ti eksploroj të gjitha. Mua më pëlqen shumë dhe thrillerat, të them të vërtetë. Domethënë ka thrillera, më pëlqen për shembull Jo Nesbo, më pëlqen Camilla Lagerberg. Pëlqen edhe disa shkrimtar të thrillerit që e trajtoj dhe e lexoj me shumë kënaqësi në momente të caktuara, domethënë. Më pëlqen shumë histori. Tashi, po kështu mendoj që janë dhe lexuesit. Dhe ka nga ato që ju pëlqen vetëm romanse dhe ngelen aty, në fakt unë sugjeroj që mbasi ka një libër i mirë të çoh me do e mos një libër i mirë, e kam këtë mendim. Të një libër akoma më i mirë. Është si ca shkallë. Mua më vinë dhe gradë, kam lexuar shumë Daniel Steele, po dua të lexoj diçka tjetër. Dhe ti kalon në një grad më lart. Kalon në një grad, sepse Daniel Steele është shumë e lehtë, edhe për mendimin tim janë histori të cilat janë pak si kështu si një dush i freskët. Por jo nga ato që të trondisin. Kështu që ajo ndryshon, lëviz me kohë të... Mua bëj dhe pyetjen tjetër për shembull që po çfarë do të lexojmë ne në verë? Do të lexojmë letërsi të lehtë? Them jo. Jo domosdoshmërisht. Jo, po domosdoshmërisht, madje ti ke më shumë mundësi më shumë kohë për të marrë, për të përqendruar dhe për të lexuar një libër të mirë. Kështu që unë them se pa dashur të bëj, them se ndryshon shija, siç ndryshon mosha, pastaj ka libra, mendoj që ka dhe një mosh për të lexuar libra, ka disa libra që në një moment caktuar janë shumë të rëndësishëm për ty. Unë mendoj, kam dhe këtë mendim që është shumë e rëndësishme, që nga mosha 18 deri 25, ti duhet të lexosh librat që të formojnë, domethënë librat që formojnë si karakterin si njeri, dhe këtu hyn natyrisht librat e rritjes, ato coming of age që quhen. Librat e rritjes që kanë të bëjnë me historinë, klasikët, një pjesë të mirë, s'po them të gjitha, sepse e kuptoj shumë mirë që jeta shumë e gjatë, po ka pak kohë për të lexuar libra të mirë. Kështu që 18 deri 25 ju bëj mund të bëja një listë, po themi, më të ngushtë, pastaj natyrisht jetia që sepse 18 deri 25 le themi është më shumë çfarë dëgjon nga të tjerë. Dhe pastaj ti fillon dhe mund t'i ndjekësh edhe ti eksplorosh vetë. Nga nëntori, kur u mbyll panajeri deri tani që flasin, cilët kanë qenë librat më ata që janë kërkuar edhe që ndoshta është dashur edhe ribotimi për shkak të tirazhit ndoshta të kopjeve? Unë do thoya Të poshtruar nga Lea Ypi është një libër që pati shumë, edhe mendoj që hyn tek ato libra që pikërisht hyn tek rritja, librat të rritjes që kanë të bëjnë shumë edhe për të kuptuar historisë, se merret shumë me historinë tonë dhe kuptojmë shumë mirë pse jemi kështu sot. Engrami ka funksionuar, ka ecur shumë mirë i Brunita Zlamit, Keq kuptimi, po flas për autorët shqiptar. Shumë mirë. Keq kuptimi i Ledia Xhogës, po, sepse njerëzit janë kuriozë të dinë, dhe pak a shumë përveç Brunitës, këto dy të tjerat janë shkriptarë që shkruajnë nga jashtë. Po ashtu është Ermal Meta. Edhe Ermal Meta ka shkruar një libër tjetër tani, shumë të bukur, që quhet Kameljet dimërore, dhe që trajton dhe për mendimin tim ai futet në aradhën e shkrimtarëve me këtë gjë, sepse deri tek i pari ti thua, okay, kishte diçka, pavarësisht sa ishte libri, kishte lidhje fare me jetën e tij, pra ishte thjesht një roman, po me këtë le themi që e çementon të qenit të tij dhe merret me tema shumë shqiptare, të qenit e tij përveç si kantautor, edhe si shkrimtar, sepse ka shkruar një libër vërtet shumë të bukur. E po kështu, Mario Vargas Llosa, Ani Ernaux, është gjithashtu një shkrimtare shumë e mirë, e cila njerëzit e presin me shumë kënaqësi, dhe ai është një libër që ai ka shumë libra, po themi vitet për shembull është ribotuar. E po kështu dhe librat libri më i ri me 3 histori, që është historia e një gruaje, ngjarja dhe turpi, që kemi bërë në një vëllim, dhe ajo është shkrimtare shumë e mirë. Çfarë keni në duar? Çfarë duhet presin lexuesit ndoshta në shtator, por ndoshta edhe në nëntor? Nëntor, do jetë një periudhë goxha pjellore. Se kam përshtypjen që duhet ketë. Do jetë goxha pjellore. Do të jetë një libër i Selman Rushdie, Okej. Pika.
do t'jetë një libër tjetër i Mario Vargas Llosës, Teze Julia dhe Kalemxhiu, një libër kryevepër që lexohet që qanë qesh në ditën kohë, është një libër shumë i bukur. Do të kemi një libër nga John Grisham, për ata që pëlqejnë thrillerin, legal thriller. Do të kemi një libër shumë të mirë, që i cili është një libër i vogël, i Vincenzo Latronikos, dhe që titullohet Për sosmërit, mezi po e presin, sepse ka shumë nga ata që ka lexuar shpërkthyer edhe në anglisht dhe fut në Man Booker. Po ashtu do të kemi shpresoj shumë që të kemi një libër që mezi po e prej njëhet si gjithë të tjerat, Hania Yanagihara. Është një libër që të gjithë libra dashësit, mezi po presin që të vinë shqip, dhe ishte një moment që shumë i gjatë. Madje u deshën 2 vjet për ta marrë të drejtën, sepse ishte shumë e vështirë autorja. Po është një libër që është nga këta, është i madh, po është nga këta librat që do ketë një libër të Ken Follett, sepse siç po thoja, Ken Follett, i cili shkruan romane historike. Ne kemi sjell Rënia e gjigantëve, që është i pari dhe quhet Trilogjia e shekullit të 20, sepse ngjarja fillon dhe natyrisht është përmes romanit, por gjitha ngjarjet janë histori të vërteta. Është historia e botës praktikisht. Fillimi i luftës parë botërore deri në mbërritjen e asaj, mbarimin e luftës së parë botërore, revolucioni rus. U thonë në gjithë botën, edhe është vërtet një libër që njerëzit e presin me padurim, dhe ky do të jetë një. Do të kemi një autobiografi të Al Pacinos, që e ka shkruar vetë. Po, edhe është në fakt me një parathënie, e pajisur me një parathënie të Timo Flokos, Ose interesante. I cili e ka shumë, do jetë shumë interesante. Ka për të patur sukses, pa diskutim. Po, besoj se po, sepse është një nga aktorët më të... Edhe ka pasur një jetë jo të lehtë, në fakt edhe është... Edhe shumë i ndjekur në fakt në Shqipëri. Po, them që do kemi edhe të tjera që nuk përvinë në mend tani. Që duan kohë, po që do jemi prapë në studio për të diskutuar. Së fundi, vitet e fundit, gjykon që është rritur numri lexuesve në përgjithësi, apo leximi vazhdon mbetet një pikë që kërkon shumë? Është rritur. Shiko, e vërteta është edhe botohet shumë, Etelina, dhe duke qenë se botohet shumë, nuk kuptohet tamam, sepse ndonjëherë edhe njerëzit botohet shumë ndonjëherë edhe për lum. Me thënë të vërtetën, domethënë unë shoh që botohen libra që se kuptoj çfarë lën, çfarë japin. Megjithatë, nga ana tjetër, ky është tregu dhe kjo është ekonomia e tregut, ky është kapitalizmi dhe për fat keq nuk e se çfarë ti bësh kësaj. Por nga ana tjetër, shiko, është e vështirë sepse njerëzit thonë që s'kemi kohë të përqendrohemi, po sepse rrin gjithkohës në rrjetet sociale. Dhe këto rrjete sociale janë është drogë. Merr librin. Edhe është e vështirë, pikërisht është ajo që thua ti, është shumë e vështirë që ti të shtysh edhe të jesh më e fortë. Është një luftë, s'ka se tjetë luftë, se mund tjetë dhe një rrugtim. Por është shumë e vështirë ta mundësh, dhe kjo është sfida e vërtet, domethënë, për të cilën... Megjithatë besoj që ata që duan të lexojnë gjithmonë e gjejnë rrugën dhe kohën për të libri. Edhe një gjysmore, një orë në darkë, mendoj që... Ajo është terapia me e mirë, por lum ata që e din vlerën. Lum ata që e din vlerën dhe që e din se si bëhet. Edhe se sa mirë ndihesh. Arlinda, faleminderit që unë e di që e shumë e zënë, dhe faleminderit që gjithmonë e gjen kohën, dhe faleminderit për botimet e mira që zgjedh për ne lexuesit. Faleminderit, Elina. Faleminderit shumë.